الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله Falëndërimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lutim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Këndë udhëzon Allahu, s'ka kush e lajtit nga rruga e vërtet, këndë humb s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka Zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut i vetëm i pashoq. Dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Motrat e nderuara, së pari falenderojmë Allahun xhaleshanuhu, po ashtu i falenderojmë edhe organizatorët e këtij takimi ton, kaq të bereqetshëm dhe kaq të madhështor, dhe falenderojmë Zotin që na mundsoi që të takohemi në këtë vend të shenjtë, siç janë shtëpitë e Zotit xhaleshanuhu, dhe gjithashtu e falenderoj edhe Medinën, edhe motrën Flor, edhe motrën Azlie që na ka mundsuar takimin ton së bashku. Për arsye se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush nuk i falenderon njerëzit, nuk e ka falendëruar Zotin. Për atë arsye e lutim Zotin që Zoti t'i shpërblen me gjitha mirësitë e kësaj bote dhe botës tjetër inshallah. Prej emrave të Zotit është El Wahhab, dhurues i mirësive, dhurues i begative që na jep Allahu xhaleshanuhu neve në këtë botë. E një prej begative është edhe takimi jonë sot. Edhe kjo është dhunti prej Zotit dhe është mirësi prej Zotit xhaleshanuhu. E Allahu në Kur'anin famullar thot: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Edhe nëse doni t'i numroni begatitë e Allahut, ju kurrë nuk do të mund të arrini ato. Domthon, këtë fjalën kurrë me ka bo Zoti me dije që nuk kena shans mi numru të mirat e Zotit xhaleshanuhu, por na duhet jemi rob falendërues por çdo të mirë që na i ka dhënë, çdo moment mbi të gjitha na i ka dhënë dhuratën më të mirë Islami. E Islami është ai i cili na bashkon neve prej anë kënd botës e na mbjell dashurinë për njëra tjetrën, sikur me thonë që i na njoh gjithherë dhe na kanë motra dhe shoqe gjithherë. Kjo është dhuntia dhe begatia që na jep Allahu xhaleshanuhu dhe jam shumë e lumtur që jam sot mesin e juve edhe inshallah kena me vazhduar dhe mu takuar për të mirë gjithherë. Allahu xhaleshanuhu është krijuesi dhe sunduesi gjithë kësaj gjithësie. Çka e shohim edhe çka nuk e shohim. Domethënë çka arrin shqisat tona me pa fuqinë e krijimit që ka bërë Allahu xhaleshanuhu në këtë botë, po dhe ato çka se percepton shikimi jon, e dim prapë se Allahu xhaleshanuhu është krijues dhe sunduesi çdo gjëje. E prej atyne mundësive që na i ka dhënë Zoti me pak me fitu shumë, i kena do ditë, i kena do momente që Allahu na ka dhënë mundësinë sikur marketet. A dini kur kanë lirim edhe kanë aksione, ngajna krejt me shfrytzu momentin që me pak me ble ma shumë, apo? Qashtu është edhe një prej dhuntive të Zotit që na ka mundësu disa ditë, edhe disa momente, se dhuntia e Zotit është e që ka kriju këtë botë në bazë të kohës, ditët, muajt, edhe vendet, janë disa vendet që me pak arrina shumë. Ne ka mundësu Allahu që përmes këtyne të mirave me arrit shpërblimin, me pak mund që bajna, shpërblimit e Zotit me kanë i shumë fishuar. Pri vendeve që ne ka bo Zotit veçanta, e kena Mekën Medinën. Nëse falëm një namaz në Mekë, është sa mi falë 100.000 namazë jashtë saj. Nëse falëm një namaz në Medinë, është sa mi falë 1.000 namazë jashtë saj. Edhe inshallah Zotit është liran Mesjidul Aqsa, që shka thonë pejgamberi, nëse falëm një namaz në Mesjidul Aqsa, është sa mi falë 500 namazë jashtë saj. Po atje s'kena mundësi njëherë për me shku, se është luft edhe inshallah Zoti i shpëton prej ati armikut përbetum që është të bo terror të madh ndaj atyre muslimanëve. Nëse s'kena kur gjë mundësi me bo, mos i harroni dua ju lut na ja vlasi përësi. Allah i shliroft prej ati zullumçarit që janë. E Zoti xhaleshanuhu atë madhështinë kulminante që ja ka dhënë Islamit është na ka kriju një program jete. Neve na ka prun këtë botë, po Zoti s'na kalon
bashkë për me jetu në këtë botë. Na ka pru për një qëllim. Qa thot Kur'an? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Unë vërtet nuk I kam krijuar gjinët dhe njerëzit për asgjë tjetër, përveç se të më adhurojnë. Domthon ky është qëllimi I ardhes njeriu në këtë botë. E shumë njerëz çka bojnë? Harrojnë pse I në këtë botë. Edhe nuk e dim pse I në, se dim qëllimin e ardhjes në këtë botë. Pra inshallah Zoti udhëzon gjithë njerëzit I kthehen të vërtetës edhe kuptojnë realitetin se në këtë dynja kena ardhur për një qëllim. Qëllimi jonë është adhurimi ndaj Zotit edhe falënderimi jonë ndaj Allahu xhaleshanuhu për mirësitë, begatitë dhe gjitha të mira që I shijojna në këtë botë. E Zoti xhaleshanuhu kur betohet në diçka, mos harrojmë se është diçka shumë madhështore. Është diçka shumë e vlerë. Është diçka shumë e madhe. Pse? Në jetën tonë të përditshme, nëse dojna me vërtetu bisedën që bojnë Allah me njëna tjetrën, çka ndodh? Thojna pasha nanën, pasha babën, apo? Pasha fëmijën. E që kjo nuk është në rregull. Është një veti që na ka met, po inshallah e largojnë gjithë që vetisohen njerëzit, sepse ne nuk duhet të betohemi në askënd përveç në Allahun xhaleshanuhu. Nuk meriton askush të betohet në të përveç Zotit. E çka thot pejgamberi alayhis salam? Ose betohuni në Zotin, ose heshni. Mos u beto hiç. Domthon kështu është hadithi I pejgamberit alayhis salam, edhe inshallah vedisohemi që nuk meriton askush të betohet më shumë se sa në krijuesin tonë. E Allahu që po thot në disa ajete, në disa sure Kur'an, besoj që I keni ndëgju, çka thot? Pasha fikun edhe ullirin, o e tini o e zejtun. Domthon çka është më na kuptu, çka na jep Zoti më kuptu me këto, që janë shumë të vlefshme, janë shumë të rëndësishme diçka. Po në do ditë që kena me hina dhe 2 javë, është betu edhe në ato Zoti xhaleshanuhu ka thonë, Bismillahirrahmanirrahim, wal fajr, wa layalin 'ashr. Wash-shaf'i wal-watr. Pra Zoti xhaleshanuhu është betu në këto ditë, e përkthimi këtyre ditëve është Allahu thot pasha agimin, pasha muzgun e agimit. Çka do të thonë? Mëngjesi, sabahi, është betu Zotin sabah. Edhe dina prej praktikës tjetës tonë, që nëse fillojmë ditën me bereqet dhe mirë mëngjes, komë na shku tëm dita mirë. Besoj që edhe juve ju ndodh çashtu. Se a ke po shpesh herë kur bisedoj me xhamatin, thojmë mësuese kur ti kryna punë të mëngjes na duket që kur gjës kena bo tëm ditën. Me bëmë na ushtill punë gjatë ditës, jesëm tëm ditën kam, po kur gjë nuk bajna. Pse ka hu bereqeti, u shku bereqeti e sabahit. Por ata se Zoti është betu në mëngjes, është betu në muzgun e agimin. Pastaj vazhdon ajeti kuranor, pasha 10 netet. Tash ju mundi me thonë fejimet I po thu 10 ditë e dhulheqës, po këtu po thotë Zoti 10 netet. Mufesiret, ata që kanë komentu Kuranin, kanë thonë, Zoti ka pas për qëllim për 10 ditët e dhulheqës. Për arsye se nëse nuk vjen nata, nuk mundet me ardhë dhe dita. Nëse nuk është nata, nuk mundet me ardhë dita. E këtu aludon Zoti xhaleshanuhu në 10 netet është fjala për 10 ditët e dhulheqës. Për arsye se Ibn Abasi është komentatori më I mirë I Kuranit, ai ka thonë që Allahu ka dashur me thonë me këto ajamën ma'dudat, është fjala për 10 ditë e dhulheqës. Kështu e ka komentuar Ibn Abasi. Vazhdon ajeti pasha çiftin dhe pasha tekun. Edhe këto dietarët ne kanë mundësu që na me kuptu shumë lehtë, ka thonë pasha çiftin është fjala për ditën e Bajramit, ditën e Kurban Bajramit. E pasha tekun është fjala për ditën e Arafatit, që është nata e Kurban Bajramit. Është dita më e vlefshme e vitit. Pejgamberi alayhis salam çka ka thonë për vlerën e këtyre 10 ditëve? Ka thonë nuk ka ditë në të cilat veprat janë më të dashura te Zoti xhaleshanuhu se sa në këto 10 ditët e dhulheqës. Edhe shokët e pyetën, thanë, ja Resulallah, as xhihadi në rrugën e Zotit, lufta në rrugën e Zotit, tha as xhihadi në rrugën e Zotit nuk është më I dashur se sa veprat e mira që I bën njeriu brenda këtyre 10 ditëve, përveç se
nëse dikush prej jush del me trupin e tij, me pasurinë e tij, me luftu në rrugën e Zotit, edhe nuk kthehet as vetja e tij, as pasuria e tij, atëherë thot ai e ka gradën më të lartë se sa veprat që bëhen në këto 10 ditë e Dhul-Hijhes. Domethënë çdo vepër që bëjna shumë fishohet te Zoti xhaleshanuhu dhe kemi shpërblim të dy fesht jashtë aty në 10 ditëve nëse bëjna një vepër, është më e vogël shpërblimi, ndërsa nëse bëjna në këto 10 ditë, shpërblimet e Zotit janë të shumë fishume. Për arsye se çka ja mërmenja, ja bëj një pyetje. Pse ka vlera kaq e madhe për këto 10 ditë? A ka dikush në i mendim që mundet më ardhë menje? Pse ka larta këto 10 ditë? Mrena krejt vitit, këto ditë janë më të veçantat. Edhe e kanë peshën më të madhe të Zotit xhaleshanuhu. Türkçe söylesem sen anlarsın. Çünkü şimdiki bizim ahir zaman çok kısa hayatımız. Evet. O yüzden bize bu günler verilmiş, daha çok sevap kazanalım bu günler içinde. Başka bir şey. O zaman sizden bekleriz. S'pi u mundoj më shumë, pja vëlla përgjigjen. Ibn Hajar el-Asqalani ka qenë një dietar i madh, ai ka thonë për arsye se 5 shtyllat e Islamit përfshihen në këto 10 ditë. Pse? Ramazani ka vlerën shumë të madhe, edhe është muaj më i veçantë i krejt vitit. Edhe ato e dina çfarë shpërblimi kena veprat tona që i bojna në Ramazan. Po atje e kena një mangësi. Çka kena? Atje se kena haxhin. E në këto 10 ditë janë ditët e rreth haxhit, se fillojnë ceremonitë e haxhit. E dita e Arafatit është dita më e vlefshme e vitit, edhe është dita më e rëndë e vitit që duhet mi kry ceremonitë e haxhit është në ditën e Arafatit. Por ata Zoti xhaleshanuhu e ka bë që brenda këtyre 10 ditëve, subhanallahu, shahadeti normal, se pa dëshmu shahadetin, s'mundim me qenë musliman. Namazin e falëm, edhe agjerimi është i preferuar brenda këtyre ditëve, edhe zakatin e sadakon kush do që e jep, domethënë kurbani hen brenda qasaj zakat sadaka që e bajna e kryna ato, po gjithashtu është mbi gjitha dhe kryerja e haxhit. Por ata pra e ka vlerën shumë të madhe, e kanë vlerën shumë të madhe këto 10 ditë, edhe duhet na më mundu me bë gara sa më shumë që mos me kalu ditët tona në jetë të rëndëmt, qysh kena kalu para këtyre 10 ditëve. Po me ndryshu atë rutinën e jetës tonë, me ndryshu, me shtu punë të më të mira, çka të na vjen mend me bë diçka më mirë, më mundu me shfrytzu brenda këtyre 10 ditëve. Për arsye se shpërblimi është më i madh dhe nuk është i njëjtë sikur jashtë këtyre ditëve nëse i bojna. E subhanallahu sa i mshirshëm është Allahu xhaleshanuhu, edhe sa shumë na don neve si rob që jena atij. Kur shko me shku në hax, lumaj për që ja ka mundësu Zoti me shku, edhe inshallah Zoti ja pranon. Po ata që s'kan mundësi me shku në hax, edhe nashta të jetën ëndrron me shku në hax, po s'mundet me shku, Allahu s'ka dashur më na lën neve zbrazd, pa na i dhënë dhe neve një ofertë, edhe nëse nuk shkojna në hax, prej shtëpive tona kena mundësi me arrit shpërblimin të Zotit me punë tona të mira nëse i bojna. Atje në hax vazhdimisht shkojnë të bë lebejk Allahume lebejk, i kënojnë ato tekbiret edhe vazhdojnë për kacilën, domethënë në për rrugët e Mekës. Po edhe në kohën e pejgamberit alayhis salam tregojnë shokët e pejgamberit alayhis salam, thonë se pejgamberi na ka porositur gjatë këtyre ditëve me shtue edhe na tehlil, me thonë fjalën la ilaha illallah, tekbir, Allahu ekber, edhe tahmid, elhamdulillah. Çto fjalë mi përsërit shumë, ka të sillni, sepse shokët e pejgamberit alayhis salam, kur ka qenë kohën e pejgamberit, kanë dalë në për rrugët e Mekës e të Medines, edhe kanë folë me të madhe, kanë vërtit, të më hangë këto tekbire, i kanë thirrë me të madhe, në mënyrë që m'ja kujtu edhe njerëzve tjerë për me bë tekbire gjatë këtyre ditëve. Se shpërblimi do të jetë i madh inshallah. Çka thot Zoti në Kur'an? Ela bi dhikrillahi tatma'inul qulub. Zemrat qetësohen me përmendjen e Zotit. Kur të përmendëm Zotin, zemrat tona qetësohen. Mushën sikur kur ti mosh me oksigjen. Që ashtu kanë dobi shumë të madhe edhe pjesë e brendshme trupit tonë, edhe zemrat tona, derisa e përmendim Allahun xhaleshanuhu, për ata të mundohemi si sa më shumë e përkujtu Zotin, në veçanti gjatë këtyre 10 ditëve. Ibn Abasi
e përmendi edhe komentimin e atyne ditëve që thamë e jamu ma'lumat, është fjala ditët e caktuara, e ka komentuar që është fjala për ditët e Dhulhijhes, për arsye se ditët e caktuara njihen në jurisprudencën islame ditët e haxhit. Ditët kur kryhet haxhi, ato është fjala për to, edhe mrena tyne në realitet janë ditët e Dhulhijhes, për ata është fjala. Edhe tash e kom një pyetje prapë për juve. Këto 10 ditë Dhulhijhes shumë të rëndësishme. Po edhe ne i kena shumë të rëndësishme në Ramazan. Pse? Mrena Ramazanit e kena një natë që është me vlefshme se sa 1000 muaj, sa një jetë e njeriut. Këtu të ditët pe kena ditën e Arafatit, që është me vlefshme sa krejt ditët e vitit. Tash ku e kena dallimin? Moni me thonë fejime edhe atje 10 edhe këtu 10, çka po ndodh tash këto? Çka po jam mërmenja, çka është dallimi mes këtij me 10-shit? A keni ndonjë mendim? Si u vjen mene? Për arsye se dëgjon e mirë fjalën, atje po thojna net, 10 netet e Ramazanit, 10 netet e fundit Ramazanit, që duhet më shtu ajo intensiteti i adhurimit ndaj Zotit. E këtu po thojna ditë, 10 ditët e Dhulhijhes. Domethënë, këtu është dallimi që mrena ditëve nëse bojna punë sa më shumë të mira, kena shpërblimin e madh, atje brenda natës. Këtu është dallimi i këtij 10-shit, edhe pse po mendojna që nashta dikush thotë, ja pse njëjtë janë ditë net, nuk është njëjtë te Zoti. Domethënë është ky dallimi. E pejgamberi alayhis salam për ditën e Arafatit çka tha? Kush agjeron ditën e Arafatit, që është dita e 9 e Dhulhijhes, nata e Bajramit. Tha është sikur ja fal Zoti gjunahet e një vitit kaluar edhe atij që do të vijë. Domethënë 2 vjet i kena gjunahet e falura, kush agjeron vetëm një ditë të fundit të Dhulhijhes. Tash mundi me thonë, po fejime na shton në zboj gjunahet në vitin e ardhshëm, Zoti që ka thonë kështu. Zoti ka ditë që na bojna gjunahe. Pse? Kur na ka kriju Allahu xhaleshanu, na ka kriju krijesa që gabojnë. Po jo më tash me thonë, jam krijesë që gaboj dhe më qu me pik qëllimit me bo gjunahin. Ashtu nuk guxojnë. Po çka? Jena njerëz që me vedije, pa vedije, ka njëherë habitesh, ka njëherë harran, ka njëherë pa qëllim, e lëndojnë atikan, ose ndaj vetës i në gjuna, ndaj kërkuj tjetër, ka njëherë në ashtë edhe ndaj vetë vetës mujna me në gjuna, kështu që Zotin na ka kriju neve si krijesa që mujna me gabu. Për arsye se thot në hadith pejgamberit alayhis salam, sikur do të ishin njerëzit krijesa që nuk gabojnë, atëherë Allahu xhaleshanu do t'i zhdukte këto krijesa e do të bënte një popull i cili gabon. Pse i pagabushëm është veç Allahu xhaleshanu, askush tjetër. Edhe shpesh herë kur flasëm me njerëz thotë, po ne s'kam nevojë më fal, as më shkum qafë se kur gjë keq s'boj, as nuk bëj gjunahe, as nuk bëj gabime, edhe që s'fala kur kuj keq s'boj. Po ai harran që ai mas pari bën keq vetes, që po bën të mirë ndaj meje për derisa ti se fal namazin. Nuk e adhuron Zotin që ka kriju, si bjen sejdë Zotit ton. Kujna po dën ti mi bë mirë kurse ti ndaj vetvetes mas pari pi hen hak vetes, pi bën vetes keq. Pra e na nuk gëzojna as njoni prej neve me thonë që unë zgaboj, jo, ai zgabon, jo, krejt jena gabimtar. Që ka thonë pejgamberi alayhis salam, çdo biri i Ademit është gabimtar. Maj miri prej tyne është ai cili pendohet. Domethënë edhe nëse gabojna, po më na kujtu, me thonë, na nëse jam diçka mirë, duhet me kërku falje te Zoti, e Zoti e don robin e vet shumë kur e sheh që po kërkon falje. Edhe a besoni motra, që më vjen një çështje mas shumë të interesant, që Zoti kur t'i sprovon besimtarët, ka njëherë, thot është mërzit mi janë dëgju zonin e robit vet. O mërzit Zoti mi janë dëgju zonin e robit vet, për ata sprovon, se thot kthehet unë edhe bën dua ju mërzit unë që s'po kërkon kur gjë prej meje robi jam. Domethënë, mos e largoni veten prej duas, se pejgamberi alayhis salam ka thonë, duaja është koka e ibadetit. A mujna me jetu pa kokë, as një trup si jeton pa kokë. Qashtu ka përshkru pejgamberi alayhis salam,
adhurimi ndaj Zotit ka thonë, duaja është koka e ibadetit. Por ata mos të ndina veten plotësum, edhe me thonë s'kam nevojë mu lutë për kur gjë, jam krejt gjithçka në rregull, i kam krejt mirë, jo, se krejt kena nevojë për Zotin. Ai s'ka nevojë për neve. Na për ta prit pari deri të fundit kena nevojë për ta. Edhe inshallah gjithherë jemi rob të cilët kërkojmë prej Zotit, edhe na mundson Zoti që me arrit kënaqësinë e tij edhe me duat që i bojnë ana. Hiç në këtë dunjë kur gjë mos paqim nevojë, për ahiret kena nevojë. Sepse në xhenet mos menojna që kena me hi me punën tonë. Gjithherë bëni dua, o Allah, mundësoma me hi në xhenet me mëshirën e Zotit, jo me punën tënde. Se 100% a nuk jena të gatshëm asnjë për me hi në xhenet me punën tonë. Për arsye se ka qenë një besimtar shumë i devotshëm, edhe është largu prej qytetit, o vendos në një vend më të lartë, edhe ka thonë po du me adhuru Zotin 24 orë. Veç me fal namaz, me adhuru Zotin, që ka humër ushqim për nevojat veta, ka thonë nuk po du me pas punë me kurkan, për mos me ronë haram me kurkan. Veç po du me konë rëb adhurues ndaj Zotit. Edhe kur ka shku të Zotit, ka thonë o robi jam, apo dënë me hinë xhenet me punën tone, apo dënë me hinë xhenet me mëshirën tëme. Thot, jo, Zot, të jetën të kumë nejnë seshde. Thot, unë po du me punën tëme hinë xhenet. Thot me lekë, okej, merë nja edhe qitë një në kanar veprat e tina. Kër e ka qitë në kanar veprat e tina, i ka dalë që krit adhurimin e gjatë gjithë jetës dhe vetë që ka bo, veç sa një sy që ja ka dhonë Zoti i ka pëshu. I ka ardhë falendrimi veç sa për një sy që ja ka dhonë Zoti që reshalon. O, Zot, të të falun, se kur gjës fas në bo. Të të tash po du me hitët me mshirën tonë në xhenet, se puna jam së të ku kam për gjë. E ku jena na në raport me adhurim ndaj Zotit edhe me punë që na ka bo obligim Zotin këtë dunjo, i na dhonë ko që shumë as qefe të dunjas. Po harrojmë që këtu jena musafir. Këtu jena, si kur në që shumar musafir një 3 ditë të ju, edhe apet shkojnë shpitem, që ashtu dhe të Zotit që reshanë hun, duhet me mendu që musafir jena orë në këtë botë, edhe një ditë kena me shku të Zotit jonë, edhe kena me dhonë llogari për gjitha vepër tonën që kena me dhonë. Kur t'i shohëm libra tona se cila për para, kena me thonë, ja Allah, po qështë s'pas ka kur gjë s'pas ke lanë pa shkru në këtë liber për mu. Edhe qërpiki prej synit tonë sa arë karako me shkru ato. Po thotë Zotit, a mos t'kom shkru diqka, mos t'kom paksu diqka. I thotë robi, jo Allah, krejt pedi shumisë se qka kom bo. Dhe më hona kujtohet, e kena një jetë shkrim të jetës tonë, kur shkojmë të Zotit që reshanë hu për çdo vepër që kena bo. Po inshallah në atë jetë shkrimin e veprave tona i kena punë të mira, e jo punë të këqija. Allah i na mundsof që Zoti më na i dhonë librin neve në dorën e djathtë, e asësin e dorën e majt apo pas shpinës tonë. Hafsa ka qenë gruaja e pejgamberit alayhis salam, ka thonë pejgamberi alayhis salam 4 gjëra nuk i kalon asnjëherë. I ka agjëru 10 ditë të Dhulhijhes, i ka agjëru 3 ditë të çdo muaji që janë ditë e bardha, e ka agjëru ditën e Ashures, edhe asnjëherë nuk e ka lënë me fal namazin, para namazit sabahit, me fal 2 rekate sunet që është suneti i sabahit. Domthon këto 4 gjëra asnjëherë pejgamberi alayhis salam si ka nashkalu dhe si ka lënë pa i praktiku gjatë gjithë jetës tij. E ditën e Arafatit, subhanallah, qa që vlashme që është ajo ditë, edhe qa që madhe që është ajo ditë, Zoti Gjeleshan hu kom i thirë krejt me lekt për para vetes, edhe kom e thonë me lekve, o krijesat e mija, t'jeni dëshmitar se unë sot në këtë ditë, jeni dëshmitar jo që krejt rëbët e mi kom falë. Krejt ata që kanë kërku faljet e unë, krejt i kam falë, t'jeni dëshmitar edhe jo para meje. Dhe më hanë, pse dita e Arafatit, besoj që na njona që një kanë haqë, është dita më e rëndë. Mas shumë t'i ka mi krya të ritualet ditën e Arafatit. Edhe mas shumë t'i bajnë dua, këtë njerëz i dalin atje në kodër për me ba dua për mi falë Zotit Gjeleshan hu, e Allahu nuk ja këthem dua të mrapa robërve ti, kur ishe atë shumë t'lodhu në të rëskapitën, dërmum prej gjunaheve, ju thot me lekve që t'jeni dëshmitar që krejt robët e mi, une në këtë dit i kam falë.
Edhe inshallah jena edhe na prej atyne që kena me meritu faljen në ditën Arafatit. Disa punë më të vlefshme të cilat na nevojitet na mi bon brenda këtyne dhe ditëve, është shumë interesant që Zoti ka kriju njeriun si krijesë që është në atë formë zemrat tona rrotullohen. Ka njerë jena shumë besimtare të devotshme. Çka na del përpara, çka dina për Islam e bajna. Ka njerë harrojna krejt për çka jena ardhur kënejna. Edhe çka ndodh, që shka thonë pejgamberi alayhis salam, zemrat e njerëzve rrotullohen si kur këta dy gishta. Për mirë, për keq. Po atë stabilitetin e imanit tonë, çush duhet me majt? Me adhurim. Nëse jena të përkushtuar ndaj adhurimit të Zotit xhaleshanuhu, atëherë zemrat tona forcohen. Edhe zemrat tona rrin tamam në atë ushqimin që e don zemra jonë. Se ushqimi i zemrës tonë kush është? Sa dush pi ujë, hapo këtë ditën e lumës e zemrës së me ushqen. E ushqen anën fizike, e ushqen trupin. Po zemra ushqehet me adhurim ndaj Zotit xhaleshanuhu. Me dashuri ndaj Zotit xhaleshanuhu. Nëse na i lidhim raportet me Zotin xhaleshanuhu, e raportin më të mirë, lidhje më të mirë ku e gjajna? Namaz. Kur të bina në sejdë jena në lidhje direkte me Allahun xhaleshanuhu. Asnjë perde nuk e kena mes neve dhe në mes Zotit. Kjo është dhunti dhe mundësi shumë e madhe për njerëzit. Po mirë për ata që se konsiderojnë shumë të madhe këta. Po e marrin qaq thjesht namazin që thojnë qa ke ajo si lloj fiskulture këty në herë të ishin atë se fitness tash na me thonë. Rëzov qov, birë, rëzov qov. Po në krejt ato pjesë që ka bo Zotit xhaleshanuhu qysh mënyrën se si qysh e falim namazin, ka diçka. Ka dobi trupi jonë. Për arsye se njeriu kur të hyn namaz, kur të bina në ruku, e arrin kurrizi jonë atë stabilitetin e drejt peshimit 100%. Që është prej rukus, e arrin trupin një farë qetësie. Kur të bina në sejdë, ati shka ndodh? I vetëmja pozit që mundet me qarkullu gjaku në trunin e njeriu të është kur bjen njeriu në sejdë. Subhanallah. Nas një mënyrë tjetër, edhe shtrit rritë të nditën, edhe në kam rritë të nditën, e ullun rritë të nditën, nuk qarkullon në trunin tonë gjaku. Vetëm pozita që është sejdja, arrin që në trupin tonë me qarkullu gjaku 100% në krejt trupin me shku në tru edhe më këthy në përpjesë të cilat i ka caktuar në trupin tonë. Pra kjo është mrekulli prej Zotit, edhe është dhunti prej Zotit. Po edhe atë dashurin që arrin, atë qetësinë që arrin njeriu namaz nuk mund të më arrit kërkon tjetër. Sepse edhe toka është e cila krejt toksina që i ka koka jonë ja jep tokës edhe i merr toka dhe i shpërndon. Na hiqen prej trupit. Por ata kur të marrëm abdes, njeriu nihet minimum e 50% më i pushushëm. Se qarkullon gjakun. Fladitet krejt trupi edhe qarkullon gjakun. Veçanti këtë pjesën mas vezhve, kjo është pjesë që është shumë delikate e trupit, edhe këtu bëhet qarkullimi i gjakut në atë momentin kur e preku me këtë pjesën e gishta. Për ata, Zoti ka bërë mrekulli këtë Islam, edhe neve si krijesa, subhanallah sa mendje letja njerëzit. Kur ka ditë me të kriju me gjithë këtë bukurit krijimit, kur ka ditë me të dhonë këtë veçanti që ka çdo njeri, që asnjë njeri në botë nuk është i njëjtë. Se cilë njeri japëm këto shenjat e gishta, se asnjë njeri në botë nuk është i njëjtë. A nuk diti Zoti me ditë çka është e mirë për neve, çka është e dëmshme për neve. A nuk diti Zoti se për çka është namazi për neve obligim, e pse Zoti e ndaloi alkoolin që është haram, e pse Zoti ndaloi haramet të shumta që i ndaloi për neve. A nuk na dashti neve Zoti ja? Jo. Për shkak që na ka dash Zoti, na ka mësuar dhe na ka mundsuar që na me pas një program jetën tonë. Por ata çka bani Zoti për neve dhuntin më të mirë, çka dhan? Dërgimin e pejgamberëve, për me ndihmu mendjes dhe logjikës tonë, por nuk e na la dhe ato, dvetmume. Se cilit pejgamber ja dha dhe librin, e Muhamedit alayhis salam ja zbriti Kur'anin, që është plan program jetë deri në ditën e fundit që ka me marrë fond kjo botë. Ato e gjojna gjithçka.
Ato e kena tamam jetën, programin e jetës se çka duhet me bën njeriu. Por ata, sado ju thëm, këtyne që jetoni ju në Zvicër, sa të Zvicra i ka ligjet shumë të forta në krejt botën, po me ligjet që i ka përcaktu Allahu Gjeleshanuhu në Kur'an, nuk krahasohet asnjë ligj në botë. Ja ka dhënë drejtën çdo sendit, ja ka dhënë vlerën çdo sendit. Por ata, inshallah, jemi ata të cilët ja dim të mirën që na i ka dhënë Zoti dhe falenderojmë Zotin dhe jemi rob falendërues për këtë dhënti që na i ka dhënë, edhe e praktikojmë Islamin ashtu që duhet, për arsye se sikur a di ç'është Islami? Sikur ta shinat e tramvajit atë metrës që janë, nëse ecën për ata shinat, nëse ecë tramvajin ata shinat që i caktu, s'ka me pos kur çfarë problemi asnjëherë, sa do të më qenë rruga e gjatë ai ka me ecë. Por në momentin që ai del prej shinave, çka ndodh? Aksident. Çashtu është edhe njeriu në këtë botë. Çashtu edhe Zoti na ka vënë Islamin ligj, edhe Kur'anin e ka zbrit libër për neve, sikurse ky shembull është më adekuat që mund të më na përgjigj neve. Në momentin që del të jashtë rrugës të Islamit, vallahi s'ki me qetë mirë. Ki më përball dikun, ki më rrokullis dikun, naj aksident trafiku ki me bot dikun. Por ata, zemra jote s'ka me kone qetë, në qoftë se ti punon diçka jashtë Islamit. Po edhe kjo botë e jotja nuk ka me qenë rahatshme, në qoftë se punon jashtë asaj që ka obligu Zoti dhe na ka mësu pejgamberi alayhis salam. Por ata mundoni motra që inshallah me qenë praktikuese denjët të Islamit. Se asnjëherë nuk keni me qenë të zhgënjyme as në dynja as në ahiret. Sado që dynja ndiqysh e kalojna. Po çka do të bëjna në ahiret kur shkojnë? Atje s'ki mundësi mu rikëthy ma me përmirësu vetën. Këtu e ki shanse. Gabon, kthehesh. E shë vetën që si tu në regull, kthehesh. Po atje përfundon gjithë shka. Thot Zoti bollë të këmë dhonë jetë. Ke tu 30 vjetë, 40, se tash janë anis me vdekë shumë 3. E keni po, veç kur të një 3-4 rasë në Kosovë të të fundit, 43 vjetë, 46 vjetë, 51 vjetë, deq vallaj. Qysh? Infrakt. Ja ka pru Zoti deken. Edhe kjo është shenjë për shenja të kiametit, që ka thonë pejgamberi alayhis salam kanë me vdek njerëzit pa e ditë kur kush se për çka vdes, domethënë pa pas smundje ose diçka. Por ata mundohen që me qenë praktikuese ashtu që na don Zoti dhe që ka thonë pejgamberi alayhis salam, se asnjëherë s'keni me qenë zhgënjyme prej rrugës të Islamit. Po keni me qenë të plotësuar gjithherë shpirtnisht, edhe punët e kësaj bote kanë më shku ma mirë, edhe në ahiret inshallah kena më meritu xhenetin Firdaus ya Rabbel Alamin. Sa atje s'mujna me hi, të nejtë kënë këkër shpine se të posë po, atje xhenetin nuk na pret, po e kena një vend tjetër. Kështu që nëse lodhmin këtë botë, rruga e xhenetit ka thonë pejgamberi është e rrethuar me xhemba, me therra, ka vështirësi ka njëherë, ka probleme ka njëherë, mirë po fundi është fitim. Amo e xhenemit është kejt autoban. Kejt asfalt e kena. Hec ki nevoj me lodh vetën, a ke kjo ndalume, a ke kjo lejume, a që shta Zoti, a me njitë shamin, a mos me njitë. A më fo, ja, ma që shtë vjen qefi, po një qashtu. Atje tani e kena keq. Atje kur shkojmë, nuk kena se qka bojmë edhe që shkthejmi knena. Por ata inshallah Zoti na e forcon zemra tona, edhe na mundëson që me lidhjen ndaj Zotit Gjeleshanuhu, sidomos këto ditë mundoni motra namazin me fal me kohë caktuar me rregull, po inshallah ju jeni prej atyne, po çka mujna me bë, me shtu edhe ma shumë namazin nafile. Në këto ditë me shtu namaz nafile. E fal drekën 10 rekate, çka bën? Pi falë 2 rekate falëndrim ndaj Zotit. Pi falë 2 rekate u pendu për veprat e mia, çka kum bën jetën tem, se nuk e dina kur kush se ku gabojna, ku s'gabojna, çu shotash. Kena nevojë në çdo minutë na shta mu pendu. Çdo moment kena nevojë për mu pendu. Ku shkon pejgamberi alayhis salam i dërguar i Zotit, e ka pas garantuar xhenetin. E ka garantuar Zoti xhenetin hiç pa shku në dynjë. Edhe thot Aisha radiallahu anha, ju ajshin kom pejgamberit çdo natë të fal namaz natës. Edhe i ka thonë, ja Resulallah, t'ja nuk je i falur për Zotit, a që ka që shumë për mundon veten. Ka thonë, o Aisha, a mos t'jemu në rob falendërues? Më vjen keq për Zotit mos me falendëru për gjitha këtë të mira që mi ka mundësu. Dhe më thonë, na ku jena me pejgamberin? Shumë larg. Po,
inshallah edhe na mundohemi mu afru me punë të mira të pejgamberit alayhis salam, edhe na shtojmë veprat tona, agjerimin vullnetar mos e harroni. Do më thonë këto 10 ditë kush ka mundësi, se 9 ditë janë, se dita e 10 i bjen dita e Kurban Bajramit, e që është haram me agjeru atit, nuk guxojna me agjeru. 4 ditë Kurban Bajramit i kena haram me agjeru, s'lejohet me agjeru. Edhe veç 9 ditë duhet me agjeru, kush ka mundësi. Po nëse dikush nuk ka mundësi 9 ditë me agjeru, atëherë ju lutna mos të lanë me na ik dita e Arafatit që është nata e Kurban Bajramit. S'po ku bile që ditë me agjeru, Allah e na mundësoft, edhe mos e harroni shtimin e leximit Kuranit gjatë këtyre ditëve. Inshallah mësuesen e keni shumë të mirë këto, edhe besoj që ja ka mësu krejtve leximin, ato që se kanë mësu, ne të vinë prej nesrit të mësusja Medina dhe të thojnë na po dojna me mësu derisa të vinë dhe ditë të Dhul-Hijhes, se koha ik shpejt, ditët kalojnë, po inshallah jeni prej atyre që keni me shfrytzu në të mirë, edhe në vepra të mira, mos ju duket asnjëherë e vështirë leximi i Kuranit, për arsye se mësimi i leximit Kuranit nuk e arrini vetë. Ajo është dhunti prej Zotit. Çdo njeri që mësohet me lexu Kuran, dini që Zoti e ka përzgjedh për me ja lexu fjalën e tina. Edhe mundoni që edhe ju me qenë prej atyre të përzgjedhur në që Allahu xhaleshanu i ka përzgjedh për me lexu fjalën e Zotit, se nuk është pak me lexu fjalën e Allahut drejt për drejt origjinal ashtu çysh ka zbrit. Ashtu çysh ka zbrit fjala e Zotit, i po ta mundson Allahu me lexu edhe me thonë me gojën tonë. E shfrytëzoni këtë mundësi, mos e lëni ju ik ditë. Inshallah jeni prej atyre që do t'i mësoni shkronjan, edhe dhënien e sadakos sa më shumë e shtoni këto ditë. Gjithherë ju përkujtoj që kur t'jepni sadaka, bëni një jetë mas pari për hir të Allahu xhaleshanu, edhe mas asaj për hir të Zotit, e bëni një jetë për një çështje që e keni në jetën e ju. Qoftë për një smundje, qoftë për një dëshirë që don me ta realizu Zoti, qoftë me ta shtu rrezikun, që don me ta shtu Zoti rrezikun. Për çka do që e kiti një dëshirë të jetës tonë, mundohu që përmes sadakos me arrit. Për arsye se pejgamberi alayhis salam thotë, shëroni të sëmuarit tuaj me sadaka. Edhe këto raste besoj që edhe ju keni ndëgju, edhe ju ka rastis, unë kam dëgju shumë raste që sadakoja u kon shkak që njeriu u shëru edhe prej smundjeve më të rënda që ekzistojnë këtë botë, edhe prej kancerit ka arrit njeriu u shëru për me sadakas. Se kjo është fuqia dhe dhuntia e Zotit që me gëzu tjetrin nuk është pak. Me ndo pasurin që ta ka dhonë Zotit nuk është pak. Për arsye se Zotit na provon neve sa jena bujar na me njëri tjetrin. Zoti po është shumë bujar me neve, po na jep shumë të mira. Hamarët e Zotit janë shumë të mëdha, mundet me dhënë ty, atina, asajna. Po çka ka thonë Zoti? Në pasurinë e të pasurit ka hak i varfërit. Ka hise i varfërit. Domethënë e ka bë Allahu ligj që na zemrat tona mos muna usmu, veç me majt, veç për vete, me kon egoista, veç unë të kam, veç unë të bëj. Po ato që e kena, me ndo bashkë. Një të mirë që e kena, me shiju bashkë. Jo veç ti vetë. Për arsye se pejgamberi alayhis salam ka thonë, jam betu në ato që vallahi kur nuk kam ju paksu pasuria atij që jep sadaka. Po kam ju shtu. Edhe gjithherë kujtone që sadakon kur të jepni, edhe të bani njerëz dorëshlir, as mos e mshilni kështu grushtin krejt, që mos me dhon kurkujna, po dhe mos e qilni krejt, mja u dhon krejt qa keni, sa atëherë s'ju jetë për vete. Po çka është? Shembulli më i mirë është grushti me met kështu. Kur është grushti i hapur në pak, edhe del pasunia, edhe hin. Edhe paksohet, edhe shtohet me njëherë, automatikisht. Por ata pra, ma në këtë mënyrë të grushtit, që edhe nëse jepni, dine që kom ja ushtu Zotit gjithsesi, po nëse nuk jepni, vallahi, billahi, dikun keni mi dhona të pare. Po ju me qef tani. Tani s'ki me arrit shpërblim. Tani veç pej zorit. Jo Zotin arrit, kom i ndodhë, kom ju qitë na i dënim në përvetumra shpesh, jo ndodhë kështu njerëzve që isho. Ja kom e spravu Zotin me na i smundje, që se ka dhonë ati që ka pas nevoj, e ka mojt për veti, po aj kom i dhonë dikon atë pare. Për atë arsye mundoni që me qenë sa ma shumë dërshlir, edhe
Kur bisedoj me këta që vinë për gërbetit, thonë që na shumë për ju një mujna njerëzve, ju dhojna e shumë, kena qefa din ju qojna, keni po nashtë edhe shumë intervista, ja ku marru shpine, ja ku bo këto, ja ku bo ato, po sot as nuk unë folë bre, sot bre s'ma bëm ras një respekt, as nuk ma qelë derën me thonë mirë se erdhe, po unë ja vloni përësi, kur bëni mirë posh Zotin, mos e bëni që m'ja u këthy njeri jo. Pse? Se ti peshtin njerin bërqë, qysh, ti vetë peshtin bërqë, me dëshirën tone, peshtin tjetërin bërqë. Qka po thu, unë po të bëj mirë, po ti duhet gjithë qysh më bë mu mirë. Jo, ajo nuk është e mirë. Ajo nuk e bë mirë, as ke donë sadak, se ti po do m'ja dhonë njeri që aj me ta këthy. Ti nuk u zënë me mendu që aj ko me ta këthy. A kanë thonë këty në herë plesk, gjuhet mire në deti, se ko me të gjeti konë. Edhe që ashtu është e vërteta. Për arsye se ti bën mirë, po nuk do të thëtë që ko mu këthy mu e mira drejt për drejt për flores. Unë bën flora mirë, unë bën nazlia mirë, unë bën liria mirë, unë bën enisa mirë. Nuk do të thëtë që unë kom ja këthy me njëherë, prej fejime s'kom ju këthy e mira. Jo, ti mu s'ma bën mund të mire mu mështi mu më bërqë. Së në nashtasje me gaqë më vla për bërqë, të mire ndajteje. Po qka me bo? Kur të bëjsh të mire më bëne vetëm për hirë të Allahu që në shanë. Ko me bo zote që ti kur ki me pos nevoj, mas shumë ti ko me të këthy që e mirë. Po jo në ashta drejt për drejt për ati personin, po prej dikur tjetër që ti se ke prit. Që kjo është e mira, që kjo është që ke boti mirë. E qka i shot këtë mangësi e shot e shumë njerës, e moj fejime sa të mirën ja ku mbane filanës. Sot ajo, një pi kuj nuk ma qetë, një të mirë s'ma bënë, një kafe s'ma qetë. Po pse a ke botë mirën, pra? Pse kishti njerin bërqë? Ajo në ashta si s'dërë me ba mirë. Që? Ti je ba mirë, se po që ajo s'pedon ba mirë si. Ta shti nuk du të mja marri nate asoj, veç pëse s'po ta këtem të mirën, me prisht ashta raportin ti me ta. Është keq. Për ashtu se afërsia dhe lidhjet fare fisnore dhe mes një anë tjetër jo më rëndësishme, se sa me priti me ta këty të mirën që ja ke bati personin. Pra kjo është një përkujtim, se besoj që edhe ju e dini, po ju kisha porosi që mos u shgënjeni nëse bëni mirë, se Zoti kom ja kompenzu të mirën. Në qofë se jo në këtë dynja, vallahi na hiret pa gjithë, s'keni me ndjanë, për çdo të mirë që e bëni. Edhe mbi të gjitha mos e harroni pendimin, kërkimin falit të Zotit që lëshanë hu, për çdo natë pejgamberi alayhis salam që ka thonë, para se me ra me flajt, çdo natë ka kërku falje të Zotit 70 herë deri 100 herë. Subhanallah. E ka thonë fjallin ma të letë edhe ma të që s'ka fjallë ma letë. Estakfirullah, 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 që krejt kena mundësi për me bëzë gjë njëma prej neve. Por ata pra, mundoni që çdo natë me kërku falje të Zotit që lëshanë hu, me pendim dhe me falje. Allah ju shpërbleft edhe ju nderoft me gjithat mirat, ja Rabbel Alemin.